sa shumë celebrity po e vizitojnë Prishtinën. A thu po jo pëlqen atë shumë? Si thoni, atja falim krejt. Këtë herë kryeqytetin ton palo me vizitoj Sister Bliss. Me emrin e vërtet ajo është Ayala Deborah Bentovim, që vjen nga Britania e Madhe, një producente dhe DJ shumë e njohur. Filloi të merrej me muzikë qysh në moshën 5 vjeçare, kur edhe mësoi të luajë me piano, për të kaluar më tutjen të violin, saksofon e pastaj bas. E nëse nuk e keni ditur, Sister Bliss është edhe themeluesja e grupit Faithless që nga viti 1995, së bashku me Rollo Armstrong, Jamie Cato dhe Maxi Jazz. Storia e radhës na sjell më shumë detaje rreth atmosferës që krijoi të premtë mbrëma ajo në kryeqytet. I got it, sleeping rough on the streets in the rain. I got it, learning to share my people's pain. I got it. Tashmë u kuptua, Prishtinën kanë filluar ta vizitojnë emrat më të njohur botror. Artistë shumë të vijnë për t'i argëtuar rinin kosovare. Kësaj radhe erdhi edhe një artiste tjetër. Përveç solo karrierës, ajo është pjesë edhe bendit të njohur botror, Faithless. Është kjo Sister Bliss, e cila ndesi të gjithë mbrëm, një nënë e devotshme, edhe pse shumë turne mbar botën, ajo gjithmonë në mendje ka më të dashurin birin e saj, Nate. Para se të iknim për në klub, ne shoqëruam atë edhe në darkë. We used to have a show in the UK called Top of the Pops, and it was everybody's dream to be. Ishim në një performancë shumë të veçantë në Angli, që quhet Top of the Pops, dhe ishte ëndra e çdo kujt të jetë në këtë show, një show që ka filluar në vitet e 90-ta. Kam qenë në mbrëmje shumë e emocionuar. Kemi qenë së bashku me Faithless për herën e dytë. Deva një palë pantallona, mendova që ishin bukur, por nga prapa dukeshin katastrofë. Came on Top of the Pops. I think it was only the second time we'd been on, and I bought these trousers which I thought were amazing, but apparently they looked horrible from behind. Oh my gosh, best fashion moment. I've worn some great clothes. Ndërsa momenti më i mirë i modës, kam veshur shumë rrobe të bukura për disa video. E bëm një video për një këngë nga albumi i fundit dhe kam veshur një bluzë të papërshkruar me shumë pije të nxjerrura, si të ishin gjethe apo krah, përplot me ngjyra. Ndjehesha si lule, e po të fluturoja si zog. Ajo bluzë ka pas krah shumë të bukura, një kreacion fantastik. Like a bird, so it was flapping my arms with these beautiful wings, but it was a great creation. Skena e bënte të ndihesh shumë veçantë, gjithmonë me plot disponim me energji, është pranë fansave të saj. Por a ka menduar ndonjëherë për performanca topless apo gjysmë zhveshur? For me, I like to be a strong woman, and that means Dua të jem femër e fortë, unë kam pasion për muzikën time dhe dua që njerëzit të më marrin seriozisht. Nuk dua të zhvishem që të përfitoj vëmendjen. Dua të jem DJ e mirë, si edhe disa meshkuj DJ që janë si Tiesto, si kushdo. You know, Sasha or Tiesto or Deadmau5 or whoever. Shumë entuziaste për mbrëmje në Prishtinë, para se të ikte ndau me ne. Well, tonight I'm going to play my favorite music. Really. Sonte do të luaj muzikë më të mirë nga unë. Disa të reja që punojnë në studio me Faithless, kemi bërë disa këngë të reja e do t'i lëshoj sonte. So I've been making some great new songs and I'm going to play them tonight. I can't get no sleep. I
Deri në orët e vona, Sister Bliss në gjendje gatishmërie për të pranishmit argëtoi maksimalisht të gjithë. Ajo e lodhur nuk pati kohë ta ndajë mendimin se si u do kjo mbrëmje. Mirë po tha se po mendon që së bashku me Faithless ta vizitoj Kosovën sa më parë.